Mendimin e Robin Krasniqit në shqiptar veç po ngritet më nalt. Ky është Erjan Veseli, një djalë i Luginës Preshevës që po e ndërton karrierën me një disiplinë që rrallëshet e trit. Erjoni e ka nis boksin në moshën 14 vjeçare. Në atë kohë peshonte afër 120 kg. E brenda 8 muaje me punë pandalshme ka arrit mi humb rreth 40 kg, duke rënë peshë 75. Ky nuk është vetëm një transformim fizik, është një mentalitet të luftarit. Boksin amator ai u bë 2 herë kampion i Bayernit Bavaris, një prej rajoneve më të forta të boksit gjerman. Pas këtyre sukseseve ai u fut në boksin profesionist, ku sot përgatitet me një nga emrat më të mëdhenj të boksit shqiptar, Robin Krasniqi. Në ikonë e boksit, një sportist që e ka mbajtur flamurin shqiptar nivelit më të larta, edhe një figurë që shumë e konsiderohen si shkollë vete. Me një trajner të tillë, çdo talent ka murrit më shpejt. Rezultatet veç po shihen: 4 meçe profesionale, 4 fitore, 3 me nokaut, e 2 prej atyre janë kundër kundërshtarëve serb. Sfida që nuk kërkon veç forcë, po edhe karakter. Erjoni është në fillimin e tij, po mënyra që po ecë tregon qartë se rruga e tij nuk është veç rasti. Ai po ndërton diçka më të madhe, ndeshje pas ndeshje, pa ego, pa zhurmë, vetëm me punë dhe fokus. Vitin tjetër presë meçe shumë të rëndësishme, disa prej tyre mundën m'ia ndryshu karrierën. Edhe nëse një historinë e tij deri sot e kupton pse këto ndeshje nuk duhet mi humb. Prej një djalë 14 vjeç që luftonte për peshë, tani profesionist 4-0 në trajnimin e një legjende si Robin Krasniqi. Erjan Veseli është shembulli i gjallë i një shqiptari që vendos, punon edhe ngrihet. Ky emër ka mu dëgju shumë edhe shumë shpejt e shumë larg. E ti mos harro me bë follow Urban FM, subscribe në YouTube.